Rallë ndodhë në drejtësi që dikush të veproj ashtu si kur bëri ky njeri të mërkurën. Dritan Zhilta, njeri nga të akuzuarit në rastin Medikos, pranoi fajsin për 2 vepra penale, me të cilat e ngarkon prokuroria speciale. Deklaruam fajtor për ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë mjekësore dhe kishpërdorim të detyrës zyrtare apo autorizimit. Ky gjest e befasoi edhe kryetarin e trupit gjykues, Arkados Sedek. Duke mos qenë i sigurt, ky i fundit e pyeti të pandehurin nëse e mendoi mirë këtë punë. A jeni të vetëdijshëm se mund të dënoheni me burg dhe se do të vuani dënimin? Po. A e dini që në rast të pranimit, emri juaj do të përmendet në dosjet kriminale dhe që ju nuk do të mund të gjeni punë pastaj? Po. A është ky vendimi juaj? A është vendimi marrë në mënyrë të lirë? Po. Zhilta pranoi fajsin pasi që prokuroria ja kishte hequr ditë më parë akuzat për krim të organizuar dhe trafikim të qenjeve njerëzore. Ishte avokati i tij që shpjegoi veprimin e klientit të vet. Për ato veprat penale është para pa dënimi vetëm deri 1 vjet. Shurdha mohoi se kjo i vendos në pozitë të rëndë Lutfi Dervishin dhe të akuzuarit tjerë, të cilët nuk kanë pranuar fajsin. Jo e ndiqut gjyqtarin kryesues, ai tha se nuk ndikon edhe nuk mundet me ndikun. Lutfi Dervishi dhe djali i tij Arbani nuk pranuan të deklarohen, duke zgjedhur mbrojtje në heshtje. I akuzuari tjetër, Ilir Rejcaj, mohoi që se ish sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë, i dha licencë klinikës Medikos që të kryej transplantimet e organeve. Ai tha se ishte në kontakt me ish ministrin Alush Gashi dhe Shaib Mujen, ish këshilltarin e kryeministrit, që të fillojnë procedurat për hartimin e legjislacionit adekuat. Rejcaj mohoi të ketë pasur dorë në lejimin e doktorit turk Jusuf Somnez të punojë në Kosovë. Gjykata hodhi si prova të papranueshme mesazhe telefonike të siguruara nga prokuroria.